Mario Mitaj është një nga mungesat më të rëndësishme të kombëtares shqiptare në 2 duelet kualifikuese të muajit mars. Mbrojtësi shqiptar nuk ja doli të ishte i gatshëm për sfidat ndaj Anglisë dhe Andorrës, ndërkohë që nëpërmjet një postimi në Instagram ai ka konfirmuar se do të mbështesë shokët nga tribuna. Për shkak të një dëmtimi të vogël nuk do të kem mundësinë të përfaqësoj atë dhëntim. Këtë radhë do të mbështes shokët e mi nga tribuna dhe jam i sigurt që do japin gjithçka për të ndihmuar kombëtaren ton ta nisim këtë rrugëtim me këmbë të mbar. Ti Shqipëri më jep nder, ka shkruar Mitaj. Me Anglinë dhe Andorrën për kualifikuesit e botrorit, jemi këtu me trajnerin Silvinjo, i cili ndërkohë ka shpallur dhe listën e lojtarëve ftuar për këto 2 sfida, të cilën ju tashmë e keni përpara. Për të mos humbur kohë, konferenca do të zgjasë 30 minuta si zakonisht. Do ta nisim me trajnerin i cili do të shpjegojë zgjedhjet e tij dhe më pas do të vazhdojmë me pyetjet. Atëherë, Mister, la parola a te. Allora, përshëndetje. Çuna e goca. Medita a tutti, Andiamo, ragazzi, ci proverò a parlare poco, così sento più da voi. Inizio così non facciamo fatica. Noi abbiamo 4 calciatori che per motivo ovvio di infortunio non vengono da noi, anche per questo motivo. Il primo è Mario Mitaj, lui ha una pubalgia, già da 1 mese e mezzo, 2 mesi fuori campo, ha riuscito a fare 45 minuti all'ultima gara 2 giorni fa, ma lui va a fare una chirurgia, lui si ferma, non riesce a farlo. Il secondo calciatore, c'è un altro che è Idi Bari, anche lui 2 o 3 giorni fa in un allenamento ha fatto un infortunio, il dottore Stessina ha parlato con il dottore della Saragozza, lui purtroppo in questo momento è infortunato, anche indisponibile per noi in questo momento. Il terzo è Hiusai, ho sentito, ho parlato con lui e anche lui non ce la fa, arriva probabile dopo la sosta, inizia un percorso con la sua società. E praticamente l'ultimo qua che è indisponibile è Daku, un calciatore che anche ha un infortunio praticamente di pubalgia già da mesi. E fra noi, i calciatori, abbiamo parlato, è meglio che lui si tratti per tornare il più presto possibile, anche per la sua società, e certamente è sempre una possibilità per noi. Poi loro 4 sono indisponibili per motivo ovvio di infortunio, anche. Okay. Do të mundohem të flas pak edhe dua të dëgjoj pak më shumë nga ju. Do ta nis me 4 lojtarë të cilët fatkeqësisht për arsye dëmtimi nuk mund të na bashkohen. I pari është Mario Mitaj, i cili ka një dëmtim në pubalgji, që prej 1.5 muajsh është jashtë. U provoi duke u rikthyer dhe luajti 45 minuta para 2 ditësh, por më pas pati përsëri probleme dhe është vendosur që do të operohet, do të ndaloj për pak kohë sepse nuk ja del dot që të na bashkohet. Lojtari i dytë është Idi Bari, i cili ka një dëmtim në pulp, është dëmtuar në stërvitje para disa ditësh, ka pasur komunikim mes doktorit ton Stesinës dhe doktorit të Saragosës dhe është i padisponueshëm për momentin. Me Hysajn, po ashtu kam komunikuar vetë me të, mund të jetë i gatshëm pas pauzës së kombëtares për t'u rikthyer, për t'u trajnuar me ekipin e tij. Dhe lojtari i katërt është Daku, i cili po ashtu ka të njëjtin problem në pubalgji, kemi folur, është vendosur që do të trajtohet, që të ketë mundësi të rikuperohet dhe të kthehet sa më shpejt, qoftë për ekipin e tij, qoftë edhe për